Dhe pse Shiroka ishte e mbushur me turistë të huaj dhe vendas që preferojnë vije liçenore, gropat në mes të pedonales janë kthyer në shqetësim si për drejtuesit e mjeteve, ashtu dhe për imazhin turistik që ofron kjo zonë. Ky ambient mbetet i preferuar i shkodranëve dhe një hapësirë rekreative për ta. Qytetarët kërkojnë që të merren masa sa më parë pasi ndërhyrja përgjatë pedonales është e domosdoshme. Pa shqetësuese normal, se çdo gjë duhet me mori paru. Kur rregullohet, nuk është e përjetshme. Mirë është me riparu se çdo gjë përfunohet, bëhet, por ka nevojë gjithmonë mirëmbajtjen. Mirëmbajtjen që këtu mungon të na. Pedonale Shirok zero. Zero. E shëvet? Patjetër. Ajo është. Edhe mundësit janë që të riparohen edhe të bëhet një gjë më e bukur. E bukur është e bukur. Ajo që s'paraqit bukuri kuptohet që ka nevojë të bëhet e bukur. Dhe pse ndërtuar vitet e fundit, pedonalja e Shirokës sot përballet me mungesë vëmendje, të Vinj Channel disa herë ka ngritur shqetësimin për gjendjen e saj, por deri më sot institucionet nuk kanë vepruar në terren.